E kujtoj ende si sot atë mëngjes. Aroma e luleve të bardha kishte mbushur çdo cep të dhomës sime, ndërsa dritarja lejonte dritën e butë të diellit të hynte brenda. Ishte dita ime e dasmës, dita që ndëroja prej vitesh, dita që besoja se do të më sillte lumturi, dashuri dhe një fillim të ri, por në vend të një ëndre, ajo ditë do të kthehej në makthin më të madh të jetës sime. Quhem Elira, 25 vjeçe, dhe gjithë jetën time kam qenë një vajzë e qetë, e bindur dhe e rritur me parime të forta familjare. Prindërit e mi nuk ishin të pasur, por kishin një zemër të madhe. Kur në fshatin ton erdhi propozimi nga familja e Arditit, një djalë i ri që jetonte në qytet dhe kishte familje të njohur, mamaja ime u emocionua shumë. Zoti i madh, Elira, e ke fatin në derë. Këta njerëz janë të mirë, të pasur, dhe djali duket me shpirt. Më tha ajo me lot në sy. Nuk e njihja Arditin mirë. Kisha folur me të vetëm disa herë në telefon, dhe disa herë e kisha parë në takime të organizuara nga familjet tona. Ai ishte i sjellshëm, i butë në të folur, dhe megjithse nuk e ndjeja ndonjë dashuri të fortë, ndihesha e sigurt se mund të ndërtoja një jetë me të. Në fund të fundit, shumë martesa në vendin ton lindin nga respekti dhe përpjekja, e jo nga dashuria e parë. Të gjithë në shtëpi ishin të gëzuar. Dasma do të mbahej në oborin e shtëpisë son, me muzikë, vallëzime dhe shumë të ftuar. Unë isha e veshur me fustanin tim të bardhë, që ma kishte qepur të zeja me dorë, dhe çdo detaj duke si një ëndër që po bëhej realitet. Por brenda meje, diçka më shqetësonte. Një zë i brendshëm, si një parandjenje, më thoshte të mos isha aq e qetë. Arditi nuk më kishte telefonuar prej 3 ditësh. Asnjë mesazh, asnjë fjalë. Familja e tij kishte ardhur më herët për përgatitjet, por as ai nuk ishte parë. Kur e pyeta nënën e tij, ajo vetëm më tha: "Mos u shqetëso, djali është me punë. Do vi ditën e dasmës. Gjithçka është në rregull." Në atë moment, nuk kisha pse të mos e besoja. Dita e dasmës filloi me zhurmën e njerëzve, këngët e dasmorëve dhe dallet që kumbonin në obor. Gratë përgatisnin ushimin, burrat qeshnin me gota rakie, dhe unë qëndroja në dhomë duke u bërë gati. Çdo gjë dukej perfekte, përveç mungesës së Arditit. Ora po afrohej në mesditë, dhe duhej të vinte momenti që dhëndri të mbërrinte. Njerëzit nisën të flisnin në për obor. Pse s'po vjen djali? Mos ka ndonjë vonesë? Jo, është zakon që dhëndri të vijë më vonë për surprizë. Por në fytyrën e babait tim, pash një hije dyshimi. Ai sa asgjë, por sytë e tij më pan me kujdes, si të donte të më siguronte se gjithçka do të ishte mirë. Rreth orës 2 të pasdites, një autokolon makina shhyri në obor. Muzika u ngrit në ajër, fishekzjarë shpërthyen, dhe të gjithë brohoritën. Erdhi dhëndri. Erdhi. Unë qëndrova në pragun e derës, me duart që më dridheshin. Por kur makina e parë u hap, zemra më ndaloi për një çast. Nuk ishte Arditi. Një burr tjetër, më i madh në moshë, doli nga makina me një buqet lulesh në dorë. Ai kishte një kostum të zi dhe një fytyrë që se kisha parë kurrë. Gratë rreth meje filluan të thoshin: "Ja, dhëndri." Por unë ngriva në vend. "Ku është Arditi?" pyeta me zë të ulët, por askush nuk më dha përgjigje. Mamaja ime u përpoq të më qetësonte, ndërsa tezja më pëshpëriti në vesh: "Mos bëj skandal tani, vajzë. Do na turpërosh të gjithëve. Mbase është ndonjë kushëri, ndonjë rit i tyre, por diçka nuk shkonte." Ai burr u afrua drejt meje me një buzëqeshje të ngrirë. "Përshëndetje, Elira," më tha ai. "Unë jam Erioni, djali i xhaxhait të Arditit." Nuk e kuptova menjëherë. Pse më thua këtë? Ku është Arditi? Ai uli kokën për një çast dhe më tha me një zë të thatë: "Arditi nuk mund të vijë sot. Familja ime ka vendosur që unë të jem ai që do të martohet me ty." Mu erën syt. Fjalët nuk po më dilnin. U ktheva nga prindërit e mi që qëndronin të hutuar, por vjehra e arshme, një grua e ashpër dhe autoritare, më kapi për krahu. "Mos bëj drama, vajzë. Ne kemi ardhur për dasmë. Ti do martohesh sot, dhe kaq." Arditi u largua jashtë vendit, por familjet tona janë lidhur tashmë. Ne s'mund të kthejmë prapa. Nuk mund ta besoja. Të gjitha planet, ëndrat, shpresat, ishin rrëzuar në një sekond. Jo, bërtita me zë që më doli nga shpirti. Unë s'kam pranuar të martohem me këtë burr. Dua Arditin, por zërin tim e mbuloi muzika që filloi përsëri, me dalle që kumbonin fort, si për të mbytur çdo të vërtet. Prindërit e mi u përpoqën të ndërhynin, por vjehri i arshëm ju drejtua me ton kërcënues: "Turp do të jetë për ju nëse prishni dasmë. Fjalën e dhënë nuk e kthen askush në këtë fshat. Vajza juaj do të bëhet nuse e shtëpisë son, dhe kaq." Unë u rrëzova në tokë, me lot që më përvelonin fytyrën.
Mamaja ime mu afrua dhe më tha me slotësh, e bia ime, mos e prish ditën e sotme. Ndoshta Zoti e di pse ndodhi kështu. Ndoshta është për të mirën tënde, por si mund të ishte për të mirën time të martohesha me dikë që nuk e njihja, në një dasmë që s'kishte më as dashuri, as dinjitet. Në sytë e mi, gjithçka ishte bërë një mashtrim i madh. Familja e burrit më kishte gënjyer. Më kishte premtuar një jetë me Arditin, por më solli një tjetër, një burr që se kisha parë kur më parë. Dhe të gjithë po shtireshin sikur gjithçka ishte normale. Në orën 5 të pasdites, ceremonia nisi. Njerëzit duartrokisnin, kërcenin, e asnjë nuk dukej se shihte dhimbjen time. Fustani im i bardh më dukej si vargoni, kurse buqeta në dorë më rëndonte si një barë e rëndë. Në atë moment, ndjeva që gjithçka brenda meje po thyhej. Në sytë e Erionit nuk kishte ndjenjë. Vetëm një qetësi e ftohtë, sikur edhe ai të ishte i detyruar, si unë. Në momentin që hoxha nisi të shqiptonte fjalët e ceremonisë, unë ndjeva dorën e babait që më shtrëngonte fort. Ai mu pëshpëriti, bia ime, të lutem mos fol tani. Po të tërhiqemi, do na shkatërrojnë. Ne jemi njerëz të thjesht, ata kanë pushtet. Mbase nesër do gjejmë një zgjidhje. Në atë moment, kuptova që isha vetëm. Martesa ime nuk ishte më një bashkim dashurie. Ishte një akt dhune, një tradhti, një lojë mes njerëzve që më kishin përdorur si cop letrash për interesat e tyre. Ndërsa nënshkrova dokumentin e martesës, duart më dridheshin. Një pjesë e shpirtit tim u shua atë ditë. Nuk e dija se çfarë më priste më pas, por një gjë e dija me siguri. Ajo dasmë nuk ishte e imja. Ishte një kurth. Nata rambi fshat si një perden e rënd, e zezë dhe e ftohtë. Muzika në obor vazhdonte ende, por unë isha si e vdekur për brenda. Të gjithë festonin, kërcenin, qeshnin, ndërsa unë isha ulur në një cep, me sytë ngulur në një pikë boshe. E ndjeja fustanin e bardhë si një mallkim, si një dëshmi e tradhtisë që më kishin bërë. Në orën e vonë të mbrëmjes, njerëzit nisën të shpërndaheshin. Gratë mbyllnin pjatat, burrat pinin gotën e fundit të rakisë, dhe fytyrat e lodhura nisën të shpërndaheshin në heshtje. E vetmja që nuk donte të largohej isha unë, sepse çdo hap më afronte me dhomën ku do të më priste burri që se kisha zgjedhur kurrë. Mamaja ime mu afrua për të më përqafuar, dhe më tha me një zë të dridhur: "Mos haro që Zoti është lart, bi. Ai e di çdo gjë." Unë nuk fola. Nuk kishte fjalë që mund të mbulonin turpin, frikën dhe dhimbjen që ndjeja. Kur u nisën, shikova fytyrën e babait tim. Ai s'tha asnjë fjalë, vetëm uli kokën dhe më kapi dorën për një çast. Ishte përshëndetja më e dhimbshme e jetës ime. Në shtëpinë e burrit, atmosfera ishte e ftohtë. Nuk kishte as buzëqeshje, as urime. Njerëzit e atij shtëpie më shihnin si një trofe, si një detyrim që duhej përmbushur. Vetëm vjehra fliste, çdo fjalë e saj ishte si thik. "Shiko, Elira, jeta s'është për rallë. Arditi nuk mundi të vijë, kishte punët e veta. Ne nuk mund të zhgënjenim gjithë fshatin, ndaj u martove me Erionin. Tani e pjesë e familjes son, dhe do bësh siç themi ne." Unë vetëm e dëgjova, pa folur, por në sytë e mi kishte diçka që ajo nuk e kuptoi, urrejtje e heshtur, që çdo ditë do rritej pak më shumë. Kur mbetëm vetëm në dhomë, Erioni u ul në karrige, pa më parë drejtë në sy. Ai ishte burr rreth të 30-tave, me fytyrë të lodhur dhe duar që dridheshin paksa. "Nuk do të gënjej," tha ai më në fund me një zë të ulët. "As unë nuk doja këtë martesë. E pash me habi. Atëherë pse e pranove?" Ai uli kokën. "Sepse më detyruan. Arditi i ku jash vendit 3 ditë më parë. Kishte probleme të mëdha, borxhe, një grua tjetër që s'duhej ta dinin prindërit. Në momentin e fundit, familja vendosi të shpëtonte nderin e tyre. Nuk donin të prishnin dasmën, nuk donin që të gjithë të flisnin se djali i tyre iku e lanusen. Kështu, më vun mua në vend të tij. Nuk mund të besoja veshëve të mi. Pra, unë isha bërë pjesë e një mashtrimi për të ruajtur nderin e tyre të rem. Një viktim në një lojë ku të tjerët zgjidhnin për mua, vendosnin për jetën time, për trupin tim, për fatin tim, dhe ti prite?" E pyeta e ngrirë. "Unë nuk kisha zgjidhje," tha ai. "Nëse spranoja, do më përzinin nga familja. Babai im është i sëmur, jetoj me ta. Unë nuk jam si ata, por nuk munda të kundërshtoj." Fjalët e tij më dhan vetëm neveri. Mu duk një njeri i dobët, pa karakter, një njeri që pranon të martohet me një grua që se do, vetëm për të ruajtur emrin e shtëpisë. Ai më pa për një moment, pastaj tha: "Mos u frikso. Nuk do të prek. E di që s'është faji yt. Të paktën sonte, mund të flesh e qetë." Kjo më tronditi. Nuk prisja mëshirë, por ndoshta ajo ishte vetmja gjë njerëzore që ndodhi atë natë. Ditët që pasuan ishin të zymta. Në mëngjesin e parë si nuse,
Më detyruan të vishem me rrobat e shtëpisë dhe të dal në obor për të pritur mysafirët që vinin të më uronin. Të gjithë më thonin: "Sa fat ke, Elira, ke hyrë në një shtëpi të madhe." Por në brendësi, unë ndihesha si një robinj që po duar trokitej për prangat e saj. Vjehra më shihte me kujdes, si të isha në mbikëqyrje. "Mos guxo ti thuash ku çfarë ndodhi," më tha një mëngjes me një zë të mpret. "Nëse hap gojen, do ta pësojnë prindërit e tu. Fshati është i vogël dhe fjala për hapet shpejt. Do të përbaltet emri yt." Kërcënimi ishte i qartë. Heshtja ishte arma e tyre. E unë heshta për ditë, për javë. Por netëve nuk flia dot. Në errësirë shihja fytyrën e Arditit, djalit që kisha menduar se do të martohesha. Çfarë kishte ndodhur me të? Se i kupa më thënë asnjë fjalë. Një natë vendosa ta zbuloj. Erioni po flinte, kur unë dola fshehur azi nga dhoma dhe u futa në zyrën e vjetër të vjerit. Në tavolinë kishte dokumente, letra dhe disa zarfa. U ula dhe fillova t'i shfletoja, me duart që më dridheshin. Dhe aty, mes letrave, gjeta një dosje me emrin Ardit e në kopertinë, e hapa. Brenda kishte fatura, kontrata dhe një letër gjyqësore, një urdhër për borxh. Arditi kishte humbur shumë para në Bigjoz. Kishte marrë kredi në emër të familjes dhe ishte ratisur jashtë shtetit. Në fund të dosjes, një letër me shkrimin e tij: "Më falni, nuk mund të kthehem, po ikën gjithçka dhe s'dua të ju turpëroj. E di që keni dasmën me Elirën, bëni si të dini, vetëm mos e përfshini emrin tim. Kujdesuni që ajo të mos kuptoj asgjë." Zemra më ra. U mbështeta pas murit dhe ndjeva sikur po mbytesha. Pra, e gjithë dasma, e gjithë ajo ditë e mallkuar, kishte qenë një skenar për të fshehur turpin e Arditit. Nuk e di sa gjatë qëndrova aty, duke qarë në heshtje. Kur u ktheva në dhomë, Erioni ishte zgjuar. Ai më pa në sy dhe kuptoi që unë e dija gjithçka. Nuk kisha si ta ndaloja, më tha. Të gjithë ishin kundër meje. Ata donin të ruanin nderin e familjes, jo jetën tënde. Dhe tani çfarë? E pyeta me sarkazëm. Do të bëhemi bashk në këtë gënjeshtër. Do të bëjmë sikur jemi çift. Ai heshti. Pastaj më tha diçka që se prisja. Unë do të të ndihmoj të largohesh, Elira, por duhet ta bëjmë me kujdes. Nëse ikën tani, ata do t'i hakmeren prindërve të tu. Do ta bëjmë në heshtje, në momentin e duhur. Fjalët e tij më tronditën. Aty për aty nuk i besova, por në sytë e tij pash një dritë që se kisha parë më parë. Ndoshta pendes, ndoshta njerëzi. Ditët kalonin ngadalë. Çdo mëngjes ishte një betejë, çdo darkë një teatr. Unë dhe Erioni bënim sikur ishim bashk, por mes nesh s'kishte as prekje, as afërsi. Ishim dy të burgosur që ndanin të njëjtën qeli. Një mbrëmje, Vjehra dëgjoi që unë isha mbyllur në dhomë duke qarë. Ajo hyri brenda si një stuhi. "Mos guxo të sillesh si viktim," më tha. "Je nuse këtu, do bësh siç të themi ne. Mos haro që të kemi shpëtuar nderin." Arditi mund të kishte ikur, por ti u bëre pjesë e një familje të ndershme. U ngrita në këmbë dhe për herë të parë i fola me zë të lartë. "Ju më keni marrë jetën. Nuk më shpëtuat, më keni shkatëruar." Ajo ngriti dorën sikur të më godiste, por në atë çast u fut Erioni. Ai ja kapi dorën dhe i tha: "Mjaft, nën. Ajo nuk ka faj." Për herë të parë, pash që dikush po më mbronte. Për herë të parë, Erioni nuk ishte më i jeshturi i pa zë. Ai po qëndronte përballë nënës së vet. Dhe atë natë, në heshtje, më tha: "Nuk do të le të vuash më. Do ta lëm këtë shtëpi me çdo kush." Në atë moment, për herë të parë pas shumë ditësh, më lindi një shpresë e vogël, e brisht, por e gjallë. Por ajo që se dija ishte se hapi që do të bënim, do të na kthente të dyve në armiq të një familjeje që nuk njihte mëshirë. Pas asaj nate, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Heshtja midis meje dhe Erionit kishte marrë një formë tjetër, nuk ishte më e ftohtë, por e mbushur me tension, me plan, me frikë. Ai nuk fliste shumë, por çdo shikim i tij më thoshte: "Do ikim." Kjo fjalë, edhe pse nuk shqiptohej, më mbante gjallë. Ditët kalonin ngadalë, dhe çdo mëngjes për mua ishte si një burgim i ri. Vjehra më ngarkonte me punë të pafundme, të pastroja, të gatuaja, të kujdesesha për vjehrin e sëmurë. Ajo nuk më quante nuse, por vajza e borxhit. "Mos haro pse je këtu," më përsëriste shpesh. "Po të mos ishte turpi, do të ishe në rrugë." E ndjeja se ajo kënaqej duke më ulur, duke më kujtuar çdo ditë se isha zgjedhja e tyre, por zgjidhja e hallit të tyre. Në netët e vona, kur gjithë shtëpia flinte, unë dhe Erioni takoheshim fshehur azi në oborin e pasmë. Në dritën e hënës, ai më tregonte planin. "Kam një mik në qytet që punon në një agjenci udhëtimi. Ai mund të na ndihmojë të largohemi në jug, te një kushëri i largët tim, por duhet të veprojmë me kujdes. Nëse e marrim vesh, do të ndjekin. Po prindërit e mi,
E pyeta, nëse më kërkojnë, ata do hakmeren tek ta. Ai u li kokën. Do t'u lëm një letër. Do u themi që gjithçka ishte zgjedhja ime, që unë të rëmbeva, në mënyrë që të mos i dëmtojnë. Një plan i çmendur, por ishte vetëm rrugë. Në zemrën time kishte frikë, por edhe një shkëndi që s'ishte ndjer prej kohësh, dëshira për të jetuar si njeri, jo si plaçk. Një mbrëmje, ndërsa po lante enët, vjehra më vështroi me sytë e saj të mprehtë. Je bërë shumë e qetë këto ditë, Elira. Mos ndoshta po mendon gjëra që s'duhet, e ndjeva gjakun që më ngriti në faqe. Jo, zonjë, po përpiqem të jem siç dëshironi ju. Ajo buzëqeshi me përbuzje. Mos mendo se s'më kuptoj. E di që kërkojnë gratë si ti. Shpreson që djali im të doj një ditë. Por harroje. Ai e bëri këtë martesë për detyrim. Në atë çast, doja t'i thosha të vërtetën, se as ai nuk e donte këtë jetë, se ishim të dy robër në këtë mashtrim. Por heshta, e dija që çdo fjalë mund të na zbulonte. Kur u futa në dhomat të natë, Erioni më priti me një çantë të vogël. Do të dalim pas 3 ditësh, më tha me zë të ulët. Kam gjetur makinën që do na marr natën. Ti duhet të sillesh si zakonisht. Mos e ndrysho fytyrën, mos lër të kuptojnë asgjë. Ai u ndal për një moment, më pa drejt në sy dhe shtoi. Pas kësaj, do jesh e lirë. Do jetosh jetën tënde, pa mua, pa ta. Unë do kthehem më vonë, do gjej një mënyrë ta sqaroj. Por ti do ikësh e para. Nuk dija që mendoja. Ai po rrezikonte gjithçka për mua. Për herë të parë, ndjeva diçka ndryshe në shpirt, një ndjenjë që s'ishte dashuri e plot, por as thjesht mirënjohje. Ishte përzierje mes dëmshurisë dhe besimit. Ditët e pritjes ishin si vite. Çdo orë gjatë, çdo vështrim i vjerës më dukej si jetim. Më 3 janar, në darkë, gjithçka ishte gati. Çanta ime e vogël me disa rroba dhe dokumentet e mia ishte fshehur në shtrati. Erioni kishte vendosur të dalim pas mesnate, kur të gjithë ishin në gjumë. Në orën 1:00 ai hyri në dhomë pa zhurmë. Është koha, më tha me zë të ulët. Makina po pret në rrugën pas pyllit. Unë mora frym thellë. A je i sigurt? Ai më pa drejtë në sy. Po, tani ose kur. Dolëm në heshtje, zbathur, për të mos bërë zhurmë. Era e natës më goditi fytyrën, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva aromën e lirisë. Kalimtarët ishin larg, vetëm qend lehnin në probore. Ne zbritëm nga ana e pasme e shtëpisë, kaluam gardhin dhe ecëm drejt rrugës së pyllit. Zemra më rrihte fort. Çdo hap më dukej si hapi drejt shpëtimit. Por sapo arritëm afër rrugës, dëgjuam një zë që më ngriti gjakun. Kë po shkoni? Ishte vjehra. Ajo qëndronte pas nesh, me dritën e llambës në dorë dhe me 2 burra pasaj. Njëri ishte vëllai i Erionit. Fytyra e saj ishte ngrirë nga zemërimi. E dija që po përgatisnit diçka. Kështu më shpërblen, o bir. E lë shtëpinë për këtë vajzë që s'na solli as nder, as dashuri? Erioni u ngrit në këmbë dhe u vendos para meje. Nën, të lutem, lëre të shkoj. Kjo nuk është jeta që meriton. Ti do të më turpërosh 2 herë. Bërtiti ajo. Së pari arditi, tani ti. Ne nuk kemi djem që ndjekin femra që s'kan nder. Në atë moment, ndjeva një dhimbje të thellë në shpirt. Mos guxo të flasësh për nder, zonjë. Shpërtheva me zë që më dridhej. Ju më mashtruat, më martuat me një njeri që se njihja. Më kthyet në vegël për të mbuluar turpin e djalit tuaj. Dhe tani flisni për nder. Ajo ngriti dorën të më godiste, por këtë herë Erioni e ndaloi. Mjaft, nën. Unë po iki me të. Nëse do, më zhduk nga jeta jote. Por unë s'do të jetoj në këtë shtëpi me gënjeshtra. Fjalët e tij ranë si goditje në ajër. Vjehra mbeti për një çast e ngrirë. Pastaj bërtiti. Po ike sot, mos u kthe më, dhe mos guxo të marrësh asgjë nga kjo shtëpi. Ai më kapi dorën, ec, Elira, më tha vrapuam. Zhurmat e pasme, britmat, qenë që lehen, ishin si zërat e largët. Vetëm duart tona që shtrëngoheshin fort, dhe rruga që na priste përpara, ishin të vetme që ndjeja reale. Makina po priste në kthes. Një burr i moshuar, shoku i Erionit, hapi derën dhe ne hipëm brenda pa fjalë. Ndërsa makina nisej, unë ktheva kokën mbrapa, në horizont. Shtëpia që më kishte rrëmbyer lirin po zvoglohej në errësirë. Në sytë e mi, ajo shtëpi digjej në kujtime, në dhimbje, në turp. Por brenda zemrës, për herë të parë, ndjeva diçka që se kisha njohur kurrë shpresën. U larguam në qytetin e largët ku s'na njihte askush. U strehuam te një grua e moshuar, shoqe e familjes së mikut të Erionit. Ditët e para ishin të mbushura me frikë. Çdo trokitje dere më dridhte, por askush nuk erdhi. Në heshtje, filluam të rindërtojmë jetën tonë. Erioni gjeti punë në një punishtë druri. Unë nisa të ndihmoja gruan që na strehoi.
duke qepur e pastruar. Çdo mëngjes gjoja me frikë, por çdo mbrëmje e mbyllja me lehtësim. Ai kurs më kërkoi asgjë. S'ma preku trupin, s'më shfrytëzoi. Një natë, ndërsa po qëndronim në balkonin e vogël, ai më tha: "Elira, ndoshta një ditë do të më uresh për gjithçka që ndodhi, por dua ta dish që nuk doja të isha pjesë e kësaj. Ti meriton më shumë. Unë e pash në sy. Nuk të urej. Ti ishe i vetmi që më ndihmove kur të gjithë më tradhtuan." Në atë çast, për herë të parë, ai buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje e thjeshtë, por e sinqertë, por historia s'kishte mbaruar. Një pasdite, pas gati 2 muaj shqetësi, dikush trokiti në derë. Gruaja e moshuar doli për të hapur. Një zë burror u dëgjua jashtë: "Jemi nga policia. Kërkojmë Elira e." Në atë moment, ndjeva gjakun që më ngriti në kokë. E kuptova menjëherë. Ata na kishin gjetur. Kur u zgjova atë mëngjes, dielli futej me zor nga përdeja e trash e dhomës sime. Ishte një dritë e zbetë, e lodhur, si unë. Kisha kaluar gjithë natën zgjuar, me një ndjenjë të ftohtë në stomak, sikur trupi im e ndjente se diçka e madhe do të ndodhte. Që prej dasmës sime, jeta kishte qenë një shtëpi pa dritare. Çdo ditë zgjohej me heshtje, dhe çdo natë mbyllej me lot. Burri me të cilin më kishin martuar, Ariani, ishte një njeri që nuk më kishte dashur kurrë. Nuk më kishte shikuar asnjëherë me sytë e një bashkëshorti. Më trajtonte si një barr që duhej duruar, si një detyrim që i kishte rënë mbi kokë. Dhe unë, në çdo përpjekje për ta kuptuar pse më sollën në atë shtëpi, nuk gjeja asnjë arsye logjike. Një ditë, ndërsa isha duke pastruar oborin, nëna e tij, e cila më urrente pa asnjë arsye të dukshme, më tha me përbuzje: "Mos haro, ti s'ishte ajo që ne prisnim." Unë ngriva. "Çfarë doni të thoni me këtë?" E pyeta me zë që më dridhej. "Ajo që shiftot. Ti ishe gabimi që s'u duhej bër kurrë." Në atë moment ndjeva si të më binte qielli mbi kokë. Kjo ishte e para herë që dikush e pranonte hapur se diçka nuk kishte qenë drejt në martesën time. Zemra më rahu fort, dhe një zë brenda meje më tha se duhej ta zbuloja çdo gjë, me çdo kusht. Atë natë, pasi të gjithë ranë të flinin, dola fshehurazi nga shtëpia dhe shkova te një kushëri Arianit, që gjithmonë kishte qenë më i sjellshëm me mua. I trokita në derë dhe kur më pa, u habit: "Mira, çfarë kërkon këtu në këtë orë? Dua të di të vërtetën," i thash. Kush ishte burri që duhej të më martohej atë ditë? Ai uli syt. Nuk foli menjëherë, por frymëmarrja e tij tregonte se po luftonte me ndërgjegjen. "Nuk duhet të them asgjë," shpëriti. "Të lutem, më ke borxh kaq shumë. Më morët jetën, më morët ëndrat. Të paktën më jep të vërtetën." Ai uli kokën dhe, pas një pauze të gjatë, më tha me zë të ulët: "Burri që ishte planifikuar për ty quhej Adrian, djali i madh i familjes. Ai ishte në Itali dhe prindërit e tij e kishin nisur dasmën me premtimin që do vinte ditën e fundit. Por një ditë para dasmës, ai refuzoi të kthehej. Tha se nuk do të martohej me një vajzë që nuk e njihte. Familja u turpërua. Atëherë, për të mos prishur fytyrën përpara fshatit, ata vendosën të martonin me Arianin, djalin e vogël. Ai se dinte as vetë deri ditën e dasmës. Mu duk sikur toka u hap nën këmbët e mia. Gjithçka kishte qenë një mashtrim, një lojë e ulët për të ruajtur nderin e tyre. Dhe unë, një njeri i gjallë, isha përdorur si një kukull. Lotët më rodhën pa pushim ndërsa ai më jepte detajet. Si prindërit kishin falsifikuar dokumentet, si kishin ndryshuar emrin në ditën e fundit, si të gjithë kishin heshtur për të fshehur turpin. Kur u ktheva në shtëpi, Ariani po më priste në korridor. Më pa dhe tha: "Tani e di gjithçka, apo jo?" E pash drejt në sy: "Po. Dhe tani dua të iki." Ai nuk u përpoq të më ndalonte. Do të ishte më mirë edhe për mua. Tha me një trishtim të vërtetë që se kisha parë më parë tek ai, aty për aty, u bëra gati të largohem. Por në atë çast hyri nëna e tij, e zemëruar. "Nuk do të ikësh gjallë prej këtu, nëse nxjerr këtë histori." Më bërtiti, unë u drejtova me një forcë që se dia se e kisha. "Ju më keni vrarë shpirtin. Çfarë më mbetet tjetër për të humbur?" U nisa drejt stacionit të autobusit me një valixhe të vogël dhe një plagë të madhe në zemër. Nuk ktheva më kokën pas. Në Tiranë, fillova nga e para. Jetova me një kushërir, punova në një dyqan veshjesh, dhe çdo ditë betohesha me veten se do t'u tregoja të gjithëve të vërtetën time. Por fati s'kishte mbaruar ende me mua. Një ditë, ndërsa po dilja nga puna, dikush më preku në sup u ktheva, dhe pash sytë që duhet të ishin ata të burrit tim të vërtet. Adrianin, ai më pa gjatë, sikur donte të më lexonte shpirtin. "Je ti, Mira?" Më pyeti me një zë të ngrohtë, por të mbushur me faj. Aty filloi pjesa më e dhimbshme dhe më tronditëse e historisë sime. Adriani qëndronte përballë meje në rrugën e ngushtë të Tiranës, sikur koha të kishte ndalur. Kishin kaluar më shumë se 2 vjet nga ajo ditë e mallkuar e dasmës,
por ai ishte i njëjti, i gjatë, me sy të thellë, dhe me atë shprehje të qetë që fshinte diçka të pashpjegueshme. Unë ndihesha si të më ishte ngrirë gjaku në trup. Çfarë mund t'i thosha njeriut që pa e ditur kishte qenë arsyeja pse jeta ime u shkatërua? Pse më sheh kështu? E pyeta me zë të dridhur. Apo se di kush jam? Ai më vështroi gjatë dhe më pas tha me një frymë të thellë. E di, dhe që kur të pash, zemra mund dal për një sekond. Ti ishe ajo që refuzova pa e njohur. Nuk dija nëse duhej ta godisja apo ta përqafoja. Zemra më diqte, por sytë e tij nuk kishin urrejtje, kishin vetëm pendes. Nuk e dija se çfarë ndodhi pas asaj dite. Mira, tha ai. Isha në Itali dhe më thanë se familja vendosi ta shtyj dasmën. Askush s'më tregoi të vërtetën. Kur më në fund mora vesh, ishte shumë vonë. U ula në një stol afër trotuarit. Duart më dridheshin. Ata më martuan me vëllain tënd, Adri. Nuk më lanë rrugë dalje. E gjithë familja më gënjeu, dhe ti isha arsyeja pse më përdorën si një mjet për të shpëtuar nderin e tyre. Ai uli kokën dhe syt i mbushën me lot. Kam jetuar me faj çdo ditë, tha me zë të ulët. Nuk mund ta imagjinoj çfarë të kam bërë. Jo, s'mundesh, i tha shprehur, sepse ti ishe i lirë, ndërsa unë u bëra skllave e një mashtrimi. Heshtja ra mes nesh. Kalimtarët na shikonin pa e kuptuar se në atë rrugë po ndodhte një përballje që peshonte më shumë se një jetë e tërë. Pas pak, Adriani u ul pranë meje dhe më dha një zarf. Kam ruajtur diçka që ndoshta do të ndihmoj, tha. Brenda ishte një letër e vjetër, e zverdhur. Ishte letra që ai kishte dërguar familjes së tij ditën para dasmës, ku shkruante: Mos më martoni me një vajzë që nuk e njoh. Martesa nuk është tregti nderi. Po e bëni këtë, do të më humbni përgjithmonë. Syt mu mbushën me lot. Ishte dëshmia që gjithçka kishte qenë e planifikuar nga prindërit e tij. Një mashtrim i turpshëm që tani mund të provohej. Pse po ma jep tani? E pyeta, sepse dua të çlirosh veten. Dua që të mos kesh më turp për diçka që s'ka qenë kur faji yt. Ai më pa me sy që luteshin për falje. Më lër të ndihmoj, Mira. Le të zbulojmë bashkë gjithë këtë. Nuk fola me njëherë, por ajo mbrëmje ndryshoi gjithçka. Ditët në vijim u kthyem bashkë në fshatin ku kishte ndodhur gjithçka. Kur u shfaqëm të dy në oborin e asaj shtëpie, familja u ngrir. Nëna e tij u përpoq të mbyllte derën, por Adriani e ndaloi. Mami, mjaft më me gënjeshtra. Ti më detyrove të bëhem një njeri që urren veten. Dhe ti, babi, ke shkatëruar jetën e kësaj gruaje. Zëri i tij u shtoi në të gjithë shtëpinë. Nëna e Arianit nuk foli. U ul në karrige dhe uli kokën. Ndërsa Ariani, burri i me letra, doli nga dhoma dhe na pa me sy të lodhur. E dia që do ktheheshe, tha. Dhe ndoshta kjo është më e mira. Unë se kam dashur kur këtë martesë, por as nuk kam dashur të shkatërroj ty aty për aty. Në mes të atij obori që dikur kishte qenë burimi i turpit dhe gënjeshtrës, ndjeva se diçka brenda meje u çlirua. S'dua hakmarrje, thash. Dua vetëm të di që askush tjetër mos kaloj atë që kalova unë. Pas asaj dite, u largova përgjithmonë. Mora një shtëpi të vogël në qytet dhe nisa një jetë të re. Adriani më ndihmoi për dokumentet e divorcit, dhe për disa kohë më shkruante letra, të thjeshta, të sinqerta, që më falni një lloj ngrohtësie që se kisha njohur kurrë. Por unë nuk isha më ajo vajza naive që dikur ndëronte një martesë me fustan të bardhë. Tani isha një grua që kishte parë fytyrën e errët të mashtrimit dhe kishte mësuar të ecë vetëm. Në ditarin tim, shkruajta një fjalë që do ta kujtoj gjithë jetën. Disa martesa lindin nga dashuria, të tjerat nga mashtrimi, por forca ime lindi nga vuajtja. Dhe që nga ajo ditë, Mira nuk ishte më viktimë. Ishte dëshmi e gjallë se edhe nga errësira më e thellë mund të rilindësh.